hapësire të tillë. Jemi në qytetin e Podujevës, pasi që në adresën e ankesave ka ardhur një raportim duke thënë se tek varrezat më të mëdha që janë të dytat më rënd në këtë qytet po hudhin mbeturina dhe po i marrin hekurat. Në rrugën Skënderbeu në Podujevë ndodhen varrezat e qytetit, të cilat sipas banorëve prej një kohe të gjatë janë lënë pa mirëmbajtje. Në këtë hapësirë vrehen mbeturina të shpërndara gjithandej, ndërsa pranë varreve janë hedhur edhe tepe, duke rënduar edhe më tej gjendjen. Ekipi i Kanal 10 ka qenë në vendngjarje, ka konstatuar mungesë të mirëmbajtjes dhe pranitë të mbeturinave në hapësirën e varrezave. Banorët thonë se varrezat janë të organizuara në dy pjesë, njëra e destinuar për komunitetet jo shumicë, ndërsa tjetra për shqiptarët. Rreth gjendjes në varreza, palët shkëmbejnë akuza dhe kundër akuza për përgjegjësinë e mirëmbajtjes dhe dëmtimeve të pretenduara. Këto mbeturinat këne janë edhe këta edhe rëmët i gjuajnë, edhe këta i gjuajnë. Këta në kiton i gjuajnë, rëmët, këta hashkalit. E kom pas probleme tam kanë dënuar 250 euro, edhe në burg ka hënë me të quë. Se me minoritet, çfarë minoriteti këta hu? Baja ke minoritet drejta ma shumë se na. Kujti, këta veç gjuajnë mbeturina kënej. Qure kur kanë thyrë gardhen atje si qita, atje në fund të kanë hiq, qita kanë hiq. Në Serbien me shpia vini shtim këtu, atje në fund shko këqyre kanë hiq. Nuk është e vërtet, motër. Se me konë e vërtet na jem qëto ofër. Nuk është e vërtet që pëgjujnë komuniteti ashkali këtu mbeturinat. Se këtu nuk e veç varrezat ashkalive, po ka dhe shqiptarëve zakonisht. Ma janë krejt qytetit Podjevës. Krejt qytetit Podjevës. Edhe kur nuk vjen kush mi mbajt. Jo, marë tash i kema pasruar. Tash nuk është veç pasyre jo na që jem na që të ngarë. Na qëtu i kemë shpje. Kamera. Shka pi gjyse anena këshëri. Qysh janë vorët tona? E pi gjyse kënena janë vorët komunitetit shqiptarë. Qka këshëri? Gjithu s'muj mja kositu, s'muj mja im veturina tash, se të qepi unë e pare për gjepit. Mja hujek ato bëndërina ty ben kam. Ja, aja pjesë o hjek, se betë që për me hije qytetartë në vorre, për me hjek aja është se 10 vjeç ashtu. Si kjo pjesë o hjek po e unë nërzue. Në me thonë që ke urzu për i pakujdesit? Pa pakujdesit, edhe kemi varitën, qëre. Këtu i kemi varitën alde që neve fojnë. Kanal 10 ka kontaktuar edhe drejtorin e shërbimeve publike Bahris Selimin, i cili tha se mbeturinat në atë hapësirë janë larguar qindra herë. Megjithatë, ai theksoi se mirëmbajtja e asaj zone nuk është në kompetencë të drejtorisë së shërbimeve publike. E para punës, na si komunë nuk është që kemi përgjithësi dhe obligim kështu me mbajt varrezat, se varreza ka të shumta që të qytetit na mundohemi me mirëmbajt nga pak me qëndërmarrjen tonë publike që e kemi, po nuk kemi përgjithësi kështu konkrete për mirëmbajtjen e varrezave. Kemi intervenu shumë herë dhe kemi rregulluar, kemi pastru çdo varrezat e qytetit, mirë po jo thash që është përgjithësi direkte jona kështu. Ondo po e shoh mundësi që janë edhe me ndërmarrjen tonë publike, kollape dhe çfarë mundësi kemi me bona ndërhyrje aty të. Derisa banorët vazhdojnë ta fajsojnë njëri tjetrin për gjendjen e krijuar, varrezat në rrugën Skënderbeu mbeten të mbuluara nga mbeturinat dhe pa mirëmbajtjen e nevojshme. Pavarësisht pretendimeve dhe kundër pretendimeve të palëve, gjendja në terren tregon se kjo hapësirë, e cila duhet të trajtohet me respekt dhe dinjitet, vazhdon të përballet me neglizhencë.